Në fakt, duket sikur ky mbiemri Deda ka një shekull në sken apo diçka më pak, se ti e bir arti edhe në këtë kuptim e them, por unë do di fillesat e tua me muzikën. Natyrisht që ti e rritur, je fëmijë arti, po ti vetë kur fillove, që i vogël apo në klasë parë, apo si e mban veten ti me muzikën, me artit? I vogël fare. Ideja ishte që, shiko, në atë kohë, dhe jo vetëm mendoj vetëm në atë kohë, mendoj në gjitha kora, prindrit që kanë sidomos fëmijët meshkuj, kanë shumë qejf që ti trajnojnë që të vegjël. Ti trajnojnë që të vegjël me muzikë. Unë bëj mund që kam qenë shumë i vogël, diku të 4 vjeç, 5 vjeç, babi mulin piano. Dhe, shiko Mirela, gjithçka fillon si kuriozitet, mendoj unë. Në jetën e njeriu gjithçka fillon si kuriozitet. Në çdo gjë që e fillojmë, kur e kemi për herë të parë, fillojmë si kuriozitet. Dhe në momentin që e fillojmë si kuriozitet, një ditë ajo edhe mund, edhe jo, të bëhet profesioni jot. E qartë, megjithatë, ky kuriozitet vinte duke pasur një emër shumë të madh për baba, Ferdinand Deda. Pa një fëmijë 4 vjeç, 5 vjeç, nuk mendoj se ka ndonjë. Jo, nuk e kupton këtë. Ti hyre në lice, pastaj apo? Jo, hyra në shkollë 8 vjeçare, siç e kemi pasur të gjithë, ke dëshmorë të lirisë, po, ke dëshmorë të lirisë, në 8 vjeçare ka qenë shkollë muzike. Po. Se pak shkolla muzike kishte në Tiranë, ishte Kongresi Përmeti, dëshmorë të lirisë, 8 nëntorin duket. Dhe çfarë instrumenti zgjodhe? Piano? Piano. Nuk e zgjodha unë, ma zgjodhëm. Piano. Ti çfarë do zgjidhje po tisha apo s'e ke ide? Unë po tisha me këto mend që jam sot do zgjidha kitarën. Kitarën. Po. Piano 8 vjetë ke dëshmorët e lirisë. Piano 8 vjetë ke dëshmorët e lirisë, 4 vjetë në lice, 4 vjetë fakultet. E qartë. Tani, kur vajte në lice, apo duke u rritur ti kuptove që Ferdinand Deda ishte një emër shumë i madh. Si të ka shoqëruar emri i babait në rritjen tënde artistike? Tani shumë gjëra janë të lidhura me Ferdin, duke pasur parasysh edhe pozicionin e tij, edhe backgroundin e tij. Dhe normalisht një fëmijë nuk i shpëton dot kësaj. Sidomos në atë kohë gjithë thonin çuni Ferdit, për Ulix Krajkë thonin çuni Gimit, për Gjergj Radojën çuni Bertit. Pra, të gjithë ishim çunat e dikujt. Dhe kjo në një farë mënyrë e cënon paksa personalitetin e një fëmije, aq më tepër kur ai shkon në adoleshencë. Sepse aty është gjithë momenti që ne fillojmë edhe bëjmë thyerjen ose krisjen e madhe. E kuptoj. Dhe në atë pikë mendoj që kjo pjesa e babit, unë kam qenë me fat me thënë drejtën, sepse Ferdi nuk është se më ka rënë shumë nga mbrapa. Nuk është puna se është interesuar shumë për mua, pasi babi, fatmirësisht, ishe goxha i zënë me punët e veta. Kishe shumë punë, kishe gjithë orkestrën e radios, ishe shef i redaksisë muzikës, kështu që babi kishe shumë punë, dhe mua kam përfituar nga kjo lloj gjë duke dalë në ato qevet e mia. Derisa u prezantova pastaj me muzikën rock edhe blues, edhe aty pastaj unë thash që mua kjo më tërheq, nuk më tërheq muzika, do mua më tërheq muzika klasike, sigurisht, por e ndjeja veten më mirë atje. E kuptoj. Dhe të ka ndikuar Ferdi të thot për shembull nuk je për këtë gjë, je për këtë. Jo. Ose ti të jesh rebeluar ndonjëherë që ai më thot këtë, po unë do bëj këtë për t'i treguar atij që shiko, unë jam si ty. Unë jam rebeluar shumë herë, po jam rebeluar gradualisht, do thoshte i shoku im i dashur, gradualisht. Jam rebeluar gradualisht sepse nuk kishte nevojë që unë t'i tregoja babit që i vogël që unë, o vlla, kam vendosur që do merrem me rock. Jo. Gradualisht, duke parë, duke i dhënë shenja, duke bërë këngët e mia që i vogël, duke i rënë pianos muzikë lehtë, unë Ferdi avash avash e kuptoi që unë në thonjza po i dilja nga duart, dhe po shkoja drejt një zhanri që ai nuk është puna se nuk e kishte qef, po ashtu ishte ajo kohë, ashtu ishin projektuar ata. Ishte projektuar drejt muzikës klasike. Nuk e mendonte kur që do vite një ditë që ne do linin flok gjata, mjekra, baseta, edhe do këndoni muzikë rock, sepse e quanin muzikë borgjeze, e quanin muzikë të deklasuar. Kështu që ishte i tillë sistemi.
Megjithatë, nëse do ishte do kompozonte sot, çfarë mendon se mund bënte Ferdi? T'ishte i lirë që në fillimet e tij. Dhe atë nuk e di dhe babi nuk e kemi këtu që ta pyesim. Po. Por çfarë mendon? çfarë mendojnë? Unë mendoj që Ferdi ishte i prerë për muzikën klasike, pavarësisht se kishte shumë nuanca kur vinte puna edhe ka muzika lehtë, ka muzika popullore sidomos. E pëlqente shumë folkun e bukur, se ne kemi shumë folk të bukur. Kemi një nga, le të themi, nga folk më interesant në botë, më të pasur në botë. Dhe është një fatkeqësi shumë e madhe që ne e kemi shkatruar, e kemi prishur me këto këngë që dëgjojmë sot e kësaj dite që edhe kur thonë janë të mbështetura në folk, vetëm folk nuk është. E kuptoj. Unë kam bërë folklor në shkollë dhe e di pak a shumë se çfarë është. Po Çfarë babi do ishte prap dirigjent, mendoj do ishte në atë rrugën e vet. I pëlqente shumë dirigjimi, edhe mbi të gjitha i pëlqente të merreshe me një njësi shumë të madhe njerëzish. Nuk ishte tip që ishte vetmitar, nuk ishte tip që donte të kalonte kohë me vetë në vetë. Ishte shumë mes njerëzve. Dhe ku ka gjë më të madhe se si ti të punosh me 60 e ca vetë personel. Nuk është njësoj si ti jesh një kompozitor brenda 4 mureve, ti dhe piano. Si ishte Ferdi natyre. E kuptoj.